Si mund të ngroheni në shtëpi pa harxuar energji elektrike? Janë 9 hapa që duhet të ndiqni. Nëse gjatë ditës me diell, evitoni gjithashtu edhe temperaturat e ftohta, gjatë mbrëmjes do të jetë më e vështirë. Të gjithëve na shkon mendja për një supë ose edhe për një ushqim të ngrohtë. Ka ardhur koha që të ndryshoni gjithashtu edhe mënyrën se si ngroheni nëse doni që të kurseni më shumë para. Si fillim, vendosni tapeta në shtëpinë tuaj. Vendosni copa të përshtatshme tapeti për këmbët tuaja në mënyrë që t'ju mbajnë sa më ngrohtë. Mbyllini dyert, kjo do të ruajë ambientet të ngrohta. Mbrojeni dritare dhe izolojeni ato. Kur koha është e keqe, është mirë të vendosni edhe perde të rënda. Përfitoni nga dielli ditës dhe ngrohuni gjatë ditës. Natën, shisja me ujë gjatë gjumit është mikja juaj më e mirë. Preferoni pije të nxehta si çajrat, kafet, supat ose çokolladat. Dhe gjithashtu konsumoni produkte kalorike dhe shmangni veshjet sintetike dhe mbroni këmbët dhe kokën.